Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë vendimin për të kaluar në gjykim çështjen penale që rëndon mbi avokatin Radovan Çela, i cili akuzohet për përfshirje në aferën Toyota Yaris. Prokuroria e posaçme ka ngritur ndaj tij akuza për korrupsion aktiv dhe ushtrim të ndikimit palishëm ndaj funksionarëve të drejtësisë. Radovan Çela, i cili u vetërzua disa javë më parë, dyshohet se ka ndërmarrë veprime për të ndikuar në një vendimmarrje gjyqësore me qëllim lehtësimin e pozitës ligjore të një akuzuari në çështje që tronditi vendin në 2018, sekuestrimin e 3.4 milion eurove në 2 automjete Toyota Yaris në portin e Durrësit. Në seancën e fundit, avokati mbrojtës i Çelës paraqiti kërkesën për zhvillimin e gjykimit të shkurtuar, duke shpresuar për një dënim më të lehtësuar në rast fajësie. Vendimi për këtë kërkesë pritet të jepet nga trupa gjykuese në 12 maj. Ky zhvillim vjen në një moment kur SPAK po përmbyll hetimet për disa të përfshirë në këtë dosje, duke përfshirë edhe ish prokurorin e Vlorës, Aurel Zarka. Prokurori Klodian Brau ka kërkuar për Zarkën një dënim me 4.6 vite burg, që nëse miratohet gjykimi i shkurtuar mund të reduktohet në 1/3. Hetimet ndaj të pandeurve janë mbështetur kryesisht në të dhënat e siguruara nga aplikacioni enkriptuar Sky SC, i cili u dekriptua nga autoritet franceze dhe vuri në dispozicion të drejtësisë shqiptare komunikime të rëndësishme, mes të cilave dhe ato që lidhen me rastin Toyota Yaris.